Ajo që nuk duhej të ndodhte, ka ndodhur sot. Pas një jave ku tema kryesore e mediave sportive ishte Etnik Bruti, dhe tani situata kishte kaluar disi në qetësi, një tjetër goditje e madhe vjen për lojtarin më të ri të Shqipërisë. Me sfushori Malishevës, vazhdon që të quhet tradhtar për shkakun se zgjodhi Shqipërinë dhe u largua nga Kosova U21. Etnik Bruti po vazhdon që të stërvitet me ekipin e Silvinjës, duke u përgatitur për ndeshjen e madhe kundër Anglisë në Wembley, një ndeshje që do të jetë shumë emocionuese, veçanërisht për Brutin, që çuditërisht po kalon një sprovë të madhe, vetëm për shkak se ka zgjedhur ngjyrat kuqezi, dhe më e pazakonta është se gjithë presioni është i brendshëm dhe jo nga rëmiqt. Kosova luajti sot kundër Islandës në Ligën e Kombeve dhe fitoi në shifra 2-1, fal golave të Dellovës dhe Resh Becajt. Disa tifozë të Tiranës dhe të tjerë nga Shqipëria zyrtare kishin shkuar për të ndjekur këtë takim dhe për të mbështetur Kosovën. Por jo të gjitha fotografit që vinë nga Fadil Vokri janë të bukura për të parë. Dardanët, tifogrupi i Kosovës, kishin njoftuar se do të nxirrnin një pankart kundër Etnik Brutit. Para ndeshjes, ata nxorën një mesazh që i drejtohej Etnik Brutit. Në të ishte himni shqiptar, ku thuhej: "Prej lufteve që ai largohet, që është lindur tradhtar." Pra Bruti është cilësuar si tradhtar dhe nëse më parë këto mesazhe mund të hapeshin në stadium me Xherdan Shaqirin apo Valon Beramin, tani hapen me lojtarët e Shqipërisë. Ndërkohë gjatë ndeshjes me Islandën, Dardanët hapën parullën për Etnik Brutin, ku thuhej: "Djemt që i dalin zot vendit janë këtu, atë dhe dashurinë nuk e lëm që të tregtohet." Pra tifogrupi i Kosovës del kundër kësaj lëvizje, duke thënë se Etnik Bruti nuk është as pak patriot, por është duke shitur atë dhe dashurinë për interesat e tij personal. Bëhet fjalë se sipas tyre, Etnik Bruti ka kaluar te Shqipëria vetëm për shkak të pasaportës që të ketë mundësi të kalojë në Rusi. E gjitha kjo i shërben padyshim vetëm armiqve të Shqipërisë. Një skenë e tillë nuk duhet kurse si që të ndodhë mes Shqipërisë dhe Kosovës, dhe urojmë që zërave të tillë përçarës t'i vi fundi një ditë.